Mirë, po do të diskutojmë pas të dalë aktgjykimi i gjykatës. Edhe më në që është korrekte, sepse ata s'mund të flasin diçka para shku sa ne nuk e dimi verdiktin përfundimtar dhe besoj që është korrekt edhe politikisht, konsideroj që edhe ka një arsye të qëndrueshme për këtë. Por edhe nëse takohen më vonë, unë kam vështirë besim që të njëjtit do të reflektojnë, sepse ata e kalkulojnë politikisht një rezultat të lidhë të qoftaj. Unë nuk besoj që Partia Demokratike e Kosovës do të mbështesë një kandidat të lidhë të qoftaj, nëse eventualisht nuk merr pjesë, nuk bën koalicion me Lëvizjen. Unë nuk pres. Kështu janë rrethonat politike, kështu besoj edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Madje LDK-ja duket se ka një përpjekje për të rimobilizuar politikisht, do të fitojë nga kjo ndarja ose si duket ndarja e këtij domenit binomit Kurti Osmani, edhe ndoshta ti duke qenë se afatet për mbajtjen e zgjedhjeve janë të shpejta, mundësia që ajo të nisë diçka nga fillimi vetë është e vështirë. Këto gjasat reale janë që ajo të kthehet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ose ta përkrahet të subjekt politik. Që nuk është diçka jashtëzakonshme, ajo ka qenë aty para 5-6 vitesh. Dhe prandaj me këtë mund të themi se LDK-s edhe i konvenon që të shkojë. Mund të konvenoj, po supozoj, sepse supozon që do të mund të rimobilizohet. Por prap, sa do të mund të rritej një parti që ka 13 deputet ose sa deputet ka 15 deputet asaj ka Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe nëse ajo mund të rritet 50% i saj, ajo përsëri nuk më rrin në 20 deputet ose 21 deputet. Pra, edhe nëse dyfishohet ajo në vetvete, ai ka të vështirë të ketë një numër të jashtëzakonshëm deputetësh. Nëse qëllimi i tyre vlen është që të zgjidhjohet ajo hapësira mes të parës, të dytës dhe të tretës. Këtë në rregull është kjo, këtë në rregull. Po çka nëse lëvizjeve vendosi ka 40 deputet? Na përsëri kena pas nevojë për marrëveshje politike. O ku do të shkojnë? Po çai bie që nuk prodhon asnjë situatë të re për çështjen e presidentit. Vërtetë që mund të adopsoj fuqinë politike, mund të dekojë në qeverisje, mund të ndajë qeverinë, e të gjitha këto mund të ndodhin. Por pa një marrëveshje politike në mes të këtyre aktorëve politik, nuk mund të krijohen institucionet, nuk mund të zgjidhet presidenti i Republikës. Edhe kjo është diçka që dihet. Kushdo që mendon ndryshe, do t'je provoj, por unë di që do të kemi këto ciklet e pafund me krizash dhe nuk do të mund të krijojmë stabilitet institucional. Në anën tjetër, zoti Jakupi, të diskutojmë pak edhe për disa zërat